A e kuptoni ju se sa ka ecë jeta në Shqipëri këto kohë të fundit apo se kuptoni më? Dje mbarova punë dhe po shkoja për në shtëpi. Dhe takoj shokun tim që është fotograf. Është nga këto fotografët më të mirë në Shqipëri dhe punon për agjenci ndërkombëtare. Dhe pashi kisha hap bagazhin e makinës dhe po përvodhej pajisje. Kush e di, është një pajisje që ta jep internetin nga qielli, quhet Starlink dhe e ka bër Elon Musk, e ka shpikur. Qofse mbani mend janë ato satelitet që lëshonin në hapësirë në kohën e Covidit që thoshin njerëzit po na bëjnë eksperimente, po na elmojnë, po na vrasin, po na çmendin. Dhe po më thoshte ky shoku që tani e ka marr. Shkova në Kosovë e mora. Nuk e kuptova për çfarë arsye kishte shkuar në Kosovë për ta marrë, ndoshta janë më lira, ndoshta nuk kanë ardhur akoma në Shqipëri. Po më thoshte që kjo pajisja është për një herë një jetë obes, sepse të qëllon të shkosh në një vend për shkak që nuk ka internet dhe për ne që merremi me këtë punë duhet se s'bën. Normalisht interneti është kudo në Shqipëri, po ka zona të vdekura që është e pamundur të punosh ose të lidhesh. Zonat mbrapa maleve, nuk e di, zonat më të thella të Shqipërisë. Dhe kjo pajisje ishte sa një laptop mesatar. Mjafton ta veje të shikonte qiellin. Dhe hapshe aplikacionin me telefon, të tregonte ku ishin satelitët dhe ishte i lidhur. Edhe më kujtohet që dikur kemi vujt shumë për këto lidhje direkte. Beso lidhjen e parë në Shqipëri e kam bërë unë. Jo se unë jam më i miri, po qëlloj i qisha në turna të ditë. Ka qenë pronari vjetër se ku gjeti ca transmetuese nga ato muhabetet isha lemes vinja premes, me i tub plastik nga ato që përdoren në përvila për ulluqet. Do t'i që u bë lidhje direkte, kamera ime shikonte 15 kaçin me sinjal. 15 kaçe çote sinjalin ndaj dhe nga dajti shkonte në televizion. Po flasim për një kohë që televizionet ishin akoma me qofse do ishe kameraman duhet kishe kamerën tënde se s'kishin lek me ble kamera atëherë. Më vonë u shpikën ca pajisje tjera që quheshin me transmetim. Po këto donin shumë njerëz për t'i mirëmbajtur. Duheshe shoferi, duheshe ai që e hiqte nga makina që gjete dajtin, duheshe tekniku, jo të ndizi gjeneratorin, jo të shikoheshe dajti, jo të shikoheshe sa larg është kameramani që të zjasim kablin. Edhe këto ishin teknologji që më vonë dolën të panevojshme. Më vonë morëm ca pajisje satelitore. Në pamje të parë dukeshin pajisje shumë të mira, shumë moderne. Sa herë që i provonim ishin çdo gjë punote në rregull, po kur shkoi te vendi punës asnjëherë nuk na funksiononin. Më vonë blem ca pajisje tjera, quhen Live View. Tani po i lexoja në internet para se të bëja këtë videon. I pas ka shpiki Izraeli, janë pajisje që mund t'i futesh karta telefoni dhe bën lidhje direkte kudo që t'jesh. Mund t'jesh fund botës, po pati internet, bë një numër kudo që t'jesh dhe fillon punën. Këto Live View janë pajisje shumë të mira për të bërë lidhje direkte. Janë shumë të lehta. Normalisht kanë 3 veta nga puna. Në kuptimin që i nxori si të panevojshëm, por ka një problem shumë të madh që kur vijnë shumë njerëz, turma masive, bi internetit sepse të gjithë hapin telefonat, futen live Facebook, TikTok, interneti nuk ka më fuqi pastaj. Dhe çfarë ndodh? Hidhet në herë lidhje direkte. Në televizion puna duket shumë e thjeshtë, po ka streset pa para. Sikur vetëm një tel si ky mos punoj. E Qirallafi ky është një nga ato telat që dhe kur jam plazh qëndron gjithmonë çantën time. Se vetëm ky teli mos punoj, dështon çdo gjë dhe edhe në herë punën e 3 vetave. Shoferin, gazetarin dhe operatorin. Kështu që nuk duhet dështojmë asnjëherë sepse janë punë serioze dhe nuk na lejohet dështimi. Që ti rikthejmë dhirë muhabetin nga fillimi për pajisjen Starlink. Është një pajisje shumë e mirë. Është pak i shtrenjtë abonimi mujor. Dhe nuk e di se ku mund përdoret në Shqipëri, se deri tani vetëm një fotograf dhe një televizion e kam bler. Ndoshta mund ta përdori një person që ka një bujtim shumë të largët që edhe për 20 vite të ardhshme nuk i vjen interneti sepse është shumë larg. Ndoshta ai mund ta blej që ti mbaj klientët gjithmonë të lidhur. Kaq ishte video për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shihemi prapë nesër.